Koha e keqe që nisi në orët të vona të pasdites së të mërkurës, me një det të trazuar dhe me një erë të fortë që frynte me drejtim nga jugu, ka një shkaktuar probleme të shumta në shëtitorin Taulandia në Durrës. Si shihet edhe nga pamjet filmike, zhavori që ndodhi në kantierin e pjesës fundore të shëtitores, që po rehabilitohet, ka mbuluar të gjithë hapësirën publike ku kalimtarët bëjnë zakonisht gjirët e tyre në orët e pasdites. Në pjesën fundore të shëtitores Taulandia afër Sfinksit është planifikuar të zbatohet projekti financuar nga Banka Europiane për Indërtim dhe Zhvillim. Qëllimi i projektit të studios spanjolle, të themeluar nga arkitekti i famshëm Ricardo Bofill, është përmirësimi i aspektit viziv të kësaj hapësire publike. Në ndërhyrje që financohet nga Beresh dhe zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, planifikohet ndër të tjera ndërtimi i një dallgëthyesi dhe zëvendësimi i bankinës së Drujt me pergola betoni me lartësi mbi 2 metra. Punimet nisën në fillim të vitit të kaluar, por u ndërpren pasi njoftim publik për disa muaj për të rinisur janarin e këtij viti.